të lumturisë. Okej, kjo që nga... Njerëzit janë në kërkim të lumturisë. Unë po shkoj, unë kam lindur këtu dhe do ta kërkoj lumturinë. Njerëzit janë në kërkim të jetës së mirë, janë në kërkim të familjes, janë në kërkim të shkollimit, janë në kërkim të arritjeve të veta dhe ato janë pjesë të lumturisë. Unë nuk i kam dëgjuar kur për kaq vite që njerëzit po kërkojnë diku lumturisë se do ta gjejnë atje. Ne i gëzohemi jetës tonë për çdo ditë. Për shembull, tash para se unë të isha nën, kam kërkuar ndoshta diçka tjetër në jetën time. Kur unë jam bërë nën, unë e kam gjetur lumturinë time. Dhe unë besoj që prindrit në farforme e kanë gjetur atë lumturinë e pakushtëzuar. Dhe unë jam njeri i lumtur, sepse unë sa herë shoh djalin tim, ai më jep lumturi. Sa herë përqafoj, më jep lumturi, përveç dashurisë. E këtu është një pjesë e imja, që vetëm ai e mbush edhe ai e zbras. Më jep atë lumturinë. Edhe unë jam e bindur që për secilin prind është kjo gjendje. Prandaj, unë nuk jam duke kërkuar diçka. E kam atë lumturi brenda. A është e mjaftueshme vetëm kjo? Absolutisht, si sepse ti më herët te ne nga rendim për me përmbush shumë gjëra, mirë po në fund vetëm një element na bën të lumtur, të jemi konsistent. Nuk thash që të tjera s'na bëjnë të lumtur. Ne përmbushemi me shumë gjëra. Varet ku e ka vendosur limitin edhe qëllimin. Tash ti për shembull vendosje në qëllime do të bëhen president të Amerikës, sigurisht unë do të jem e palumtur, se unë do të vrapoj pas asaj ideje dhe do të jetë pothuajse e pamundur. Fjala po vjen se asgjë në këtë botë nuk është e pamundur, po unë do të humbi gjithçka rreth meje për ta kërkuar atë qëllim atje. Njeriu duhet të vendosë qëllime vetes hap pas hapi, e jo të vendosë qëllime të larta, ta humb krejt realitetin, edhe të mos arrijë atë qëllim e humb edhe lumturinë. Ne duhet gëzohemi me gjëra të vogla. Unë personalisht, unë lumturohem edhe gëzohem me gjëra shumë të vockla. Shumë të vockla. As nuk jam njeri lakmitar, që unë duhet patjetër të bëhem njeri i pasur, edhe me standarde shumë të larta, edhe pastaj atëherë unë do të jem njeri i lumtur. Jo, unë kënaqem me gjërat që i kam për çdo ditë, unë kënaqem edhe me njerëzit që i takoj për shembull, më japin lumturi njerëzit kur pi kafe me ata njerëz. Një shkëmbim, një muhabet, një diçka. Domethënë, lumturia është shumë personale. Dikush nuk kënaqet me pak gjëra, dikush kënaqet gëzohet. Ama kur ma kundërshtove në fillim sondazhin, okej, thash në rregull, po tash këto që po i thu ti, unë konstatoj që na shqiptarët e Kosovës pak jemi 29, u dash në vendin e dyta, tretit. Sepse gjithë jemi të lumtur, gjithë i shijojmë këto. Më thonë, mënyra se si po e së po ma argumenton sondazhin. Unë po flas personalisht, unë po flas për gjërat e mia. Edhe unë nuk flas për gjëra abstrakte. Nuk Albi. Për gjëra abstrakte, as nuk duhet të flas për teori. Lumturia nuk është teori, Rasul, është gjë praktike e jetës tonë. A e dim ne që jemi të lumtur, Albi? Kur e kuptojmë? Më pëlqeu zotëria kur tha që ne lindim për qenë të lumtur, po kam një kundërpyetje, pse gjithë fëmijët kur lindin qajnë? Janë të lumtur nga gëzimi. Ose nuk e din ku kanë ardhur. Ose ngatrojmë të qarit vetëm me gjëra që nuk shkojnë mirë. Të qash nga lumturia është një dhuratë shumë e madhe.